Përdorimi i VPN-it nuk është i paligjshëm, as në Shqipëri as në vende të tjera. Tash në kufit e lishmërisë. Sako nuk është i paligjshëm, është i ligjshëm. Se nuk ka alternativë, diçka ose e shkel ligjin ose nuk e shkel. Nga ana tjetër mendoj që mbyllja e TikTok-ut nga qeveria është një akt i rënd censure, që cënon shprehjen e lirë të mendimit politik dhe e bën shumë pabarabartë garën politike. Ne në rrjetet sociale kemi gjetë hapësirën që nuk e kemi gjetur në mediat tradicionale. Kemi gjetë i publik mjaft të gjerë. Adresa ime në TikTok mund të jetë ndoshta adresa e dytë për sa i përket popularitetit pas asaj të Edi Ramës. Dhe një vendim brutal, një muaj e pak para zgjedhjeve, që na mbyll këtë kanal komunikimi, është i rrezikshëm politikisht dhe një precedent që nuk do të kishte ndodhur. E dyta, mbyllja e TikTok-ut cënon bizneset e vogla. Ato që nuk kanë mundësi të paguajnë reklama nëpër televizione dhe përdorin rrjetet sociale, sidomos TikTok-un, për të afirmuar veten. Po nuk e kam problem edhe të shkel ligjin, kur mendoj që shkelja e ligjit është e justifikueshme moralisht. Me fjala, qofse unë mendoj që një protestë është e drejtë, dhe policia të çon një shkresë dhe thot, jo, ti nuk e për ta bërë protestën, se, ku di unë, po pengon trafikun. Tani, unë mendoj që jam në drejtën time të protestoj, pavarësisht se institucioni ligj zbatues, për mendimin tim ka shkel një ligj akoma dhe më të rëndësishëm, por ende nuk është prej gjykata për të. Ama unë mendoj që urdhri i policisë duhet sfiduar, sigurisht në mënyrë paqësore,